Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sadaqallahu al-azim. Falënderimet qofshin për Allahun e Madhërisëm. Prej Tij ndihem, falje dhe udhëzim kërkoj. Ndërsa përshëndetjet me selam qofshin për Muhammed Mustafan, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe për të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, motra të nderuara. Po fillojmë këtë ligjërat me përshëndetjen e të madhit Allah Dhul Gjelal, me përshëndetjen e njeriut të parë mbi sipërfaqen e tokës Ademit a.s., me përshëndetjen e të gjithë pejgamberëve të Allahut, me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, Assalamu alaikum. Allahu Dhul Gjelal në Kur'an thot: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë: "Thirrmeni mua, unë ju përgjigjem juve." Në këtë mënyrë, Allahu u përgjigjet besimtarve sa herë që ata i lutën. Duaja është shkaku i ekzistencës së njeriut mbi sipërfaqen e tokës. Sikur mos të ishte duaja, nuk do të ekzistonte njeriu. Në sajet të duas, njeriu fiton vlerë tek i madhi Allah Dhul Gjelal. Thot Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, "Kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Thuaj, Zoti im as nuk do të kujdesej për ju sikur të mos ishte lutja e juaj. Andaj në saj të këtij ajeti kuptojmë që njeriu tek i madhi Allah Dhul Gjelal vlerësohet dhe dallohet në bazë të duas. Ai i cili i lutet Zotit, ai është i dalluar dhe i vlerësuar tek Zoti. Ai i cili nuk i lutet Zotit, ai nuk ka vlerë tek i madhi Allah. Kur është pyetur pejgamberi a.s. se cila dua është më mirë, me denjë për t'u pranuar, pejgamberi a.s. thot: "Jauful lejlil akhiru wa dubra salavatil mektubat." Lutjet që behen pas gjysmës së natës dhe ato që behen pas faljes së namazeve farze. Për t'u pranuar lutja, ajo duhet që të jetë e sinqert. Personi që i lutet madhit Allah Dhul Gjelal duhet që të jetë i ruajtur nga përdorimi i haramit, siç është ushqimi, veshmbatja. Thot pejgamberi a.s. njeriu i pluhrosur, i parregulluar, duke i ngritur duart ka qellit, thot: "O Zot, o Zot, i lutet madhit Allah." Kurse ushqimi i tij, pija e tij, veshja e tij janë nga harami. Andaj, si do t'i pranohet lutja e tij? Allahu Azza wa Jall në Kur'an thot: "Vërtet, ata pejgamberët nxitonin në vepra të mira dhe na u lutshin me shpresë dhe frikë, ndërsa ndaj nesh ishin të përulur." Qoftë nga hadithi i pejgamberit a.s., qoftë nga ajeti i Kur'anit, na bëhet me dije se besimtari duhet që të jetë i ruajtur nga harami, duhet që të jetë i ruajtur nga gjërat të cilat na bëjnë që mos të na pranohet duaja, dhe duhet që ta ndjekim shembullin e pejgamberëve të madhit Allah Dhul Gjelal, sepse ata nxitonin, siç thot Allahu, në vepra të mira dhe mbasi që bonin vepra të mira, u luteshin dhe ju drejtonin të madhit Allah, dhe gjithmonë këtë lutje e bonin me shpresë dhe frikë, ndërsa ndaj të madhit Zot ishin të përulur.
Ajo që kërkohet nga Allahu Azza wa Jall përmes duas të mos jetë nga ato çështje të cilat bëjnë pjesë në sferën e obligimeve dhe të angazhimeve njerëzore. Siç për shembull, pa punuar të kërkohet pasuri, pa lexuar të shpresohet në dituri, pa i kryer detyrat dhe obligimet fetare, shpresojmë dhe të mendojmë se jemi njerëz mirë dhe njerëz afër të Madhit Allah Dhul Jalal. Thot pejgamberi alayhis salam, kush dëshiron që t'i përgjigjet Zoti kur është ngushtë dhe është në vështirësi, le ta shpeshtoj lutjen kur është i lirë dhe në lumturi. Andaj edhe nga ky hadithi pejgamberit alayhis salam kuptojmë se shpesh herë njerëzit i drejtohen të Madhit Allah me lutje vetëm kur janë ngushtë. Mirë po, kur janë ngushtë, sipas hadithit pejgamberit alayhis salam, duaja mund që të mos pranohet, nga që duhet që ta lutim të Madhin Allah kur jemi në liri dhe të lumtur për të pranuar duaja kur jemi ngushtë. Transmetohet se pejgamberi i Madhit Allah, Musau alayhis salam, po kalonte pranë një njeriu që po i lutej të Madhit Allah Dhul Jalal. Dhe Musaut alayhis salam ju dukte se ky njeri shumë po e luste të Madhin Zot dhe i tha Allahut, o Zot, sikur ta kisha unë këto që po kërkon ky njeri, unë do t'ja jepja. Mirë po i Madhi Allah Dhul Jalal tha, unë jam më i mëshirshëm ndaj tij se sa ti. Por ai edhe pse po më lutet, zemrën e ka diku tjetër. Musau alayhis salam e lajmëroi njeriun për këtë. Ky e kuptoi tmetën të cilën e kishte dhe filloi që t'i lutej të Madhit Allah me përkushtim dhe me zemër. Atëherë Allahu i pranoi lutjen dhe për këtë pejgamberi alayhis salam në hadith thot: lutni Zotit duke qenë të bindur se ai do t'ja pranoj lutjen dhe dine se Zoti nuk i pranon lutjet nga ajo zemër e cila është e pakujdesshme, e cila është gafil. Qoftë nga shembulli i Musaut alayhis salam, qoftë nga hadithi i pejgamberit alayhis salam, na bëhet e qartë dhe me dije se për t'u pranuar lutja, për t'u pranuar duaja tek i Madhi Allah Dhul Jalal, patjetër që personi i cili e bën lutjen dhe duan, zemrën e tij duhet ta ketë të lidhur me Allahun Azza wa Jall, sepse pejgamberi alayhis salam në hadith na mëson se nga zemra e cila është gafil, nga zemra e cila është e pakujdesshme, i Madhi Allah nuk i pranon lutjet, nuk i pranon duat. Nga këto që u thanë deri më tani, kuptojmë se suksesi i duas është i lidhur ngushtë me plotësimin e kushteve. Nëse nuk i plotësojmë kushtet, atëherë fajtor jemi vetë, e ju duke thënë se Zoti nuk po mi pranon lutjet dhe nuk po më ndihmon. Mirë po fillimisht t'i plotësojmë kushtet dhe kur të plotësohen kushtet, me siguri i Madhi Allah Dhul Jalal na pranon lutjen apo duan. Disa njerëz duan e konsiderojnë si mjet të realizimit të dëshirave të tyre dhe zgjidhje të problemeve jetësore në mënyrë të mbinatyrshme. Disa të tjerë duan nuk e shohin të nevojshme fare, nga se mendojnë se në saj të aftësive dhe angazhimit mund të shpëtojnë fatkeqësive dhe mund që t'i zgjidhin problemet e tyre jetësore. Këto të dy grupe kanë bot kuptime të gabuara, nga se njëri është produkt i iluzionit, ndërsa tjetri është pasojë e varfërisë shpirtërore. Sikurse trupi, edhe shpirti që janë të pandarë, ashtu janë të pandarë edhe duaja edhe puna. Duaja e ushqen shpirtin, puna e ushqen trupin. Mësë miri për këtë na mëson Kurani dhe na mëson shembulli i pejgamberit alayhis salam dhe i shokëve të tij. Ata e adhuronin të Madhin Allah, luteshin por edhe punonin, luftonin dhe ngadhnyen duke arritur lumturinë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Në të gjitha situatat, njeriu përmes duas duhet që t'i mbaj lidhjet me krijuesin e tij. Kur është i lirë, duhet që të falenderoj.
Kur është ngusht, duhet të bëj dua dhe duhet që të kërkoj tek i madhi Allah që ta shiroj, ndërsa kur gabon, pendohet dhe kërkon falje prej tij. Pra edhe vetë përmbajtja e namazit e ka kuptimin e lutjes, e ka kuptimin e duas. Njeriu mund t'i drejtohet madhit Allah dhul Gjelal me dua në çdo kohë dhe në çdo vend. Por disa prej kohëve dhe disa prej vendeve janë më të preferueshme. Thot pejgamberi alayhi salam në hadith: në këto 5 net, duaja e besimtarit nuk refuzohet. Në natën e parë të muajit Rexheb, në natën e Xumas, natën e Fitër Bajramit, në natën e Kurban Bajramit, dhe thot pejgamberi alayhi salam, duaja në mes të ezanit dhe ikametit nuk refuzohet. Madje edhe në këto kohë shpresohet se duaja do të jetë e pranuar. Në natën e Kadrit, në muajin e Ramazanit, në kohën e agimit, në kohën e namazit të Xumas, pas çdo namazi, në kohën e iftarit, në momentit e sulmit në luftë, në kohën e rënjes shiut dhe kemi edhe kohë momente tjera kur i madhi Allah dhul Gjelal shpresohet se do të na pranojë duan. Ndërsa vendet më të preferuara për lutje janë Qabja, është xhamia e pejgamberit alayhis salam, është Mesxhidi Aksaja, është Arefati dhe është xhamia në përgjithësi si shtëpi e të madhit Allah dhul Gjelal. Besimtari kur të bëj lutje është mirë që t'i largon gjërat të cilat bëhen shkak për mospranimin e lutjes, siç është ushqimi haram, fitimi i ushqimit nëpërmjet kamatës, mashtrimi, shitja e sendeve duke be rrejshëm, ngrerja e pasurisë së jetimit dhe të gjitha ato shkaqe tjera të cilat na bëjnë që mos na pranohet duaja, duhet që t'i largojmë. Ka disa njerëz që adresën e duas e dërgojnë gabimisht, siç është rasti i shkuarës në tyrbe, siç është rasti i shkuarës në tyrbe duke ju drejtuar varrezave, kjo e dim se simbas Islamit është ndaluar apo është haram. Simbas parimeve islame, vetëm Allahu Azza wa Jall është i meritueshëm t'i drejtohemi me lutje për mbrojtje. Me lutje për mbrojtje dhe shpëtim e falje të mëkateve dhe këtë pa kurfar ndërmjetësimi. Thot i madhi Allah dhul Gjelal në Kur'an, kush mbështetet në Zotin, ai i mjafton atij. Dhe mbështetu në atë që është i gjallë e i cili nuk vdes. Dhe kush mund të falë mëkate përveç të madhit Allah dhul Gjelal. Andaj, simbas këtyre ajeteve të Kur'anit, mbështetjen njeriu duhet që ta ketë vetëm tek i madhi Allah dhe nëse mbështetet tek ai, Zoti i mjafton atij. Edhe mbështetu në ato i cili është i gjallë dhe i cili nuk vdes, e jo siç e thamë edhe më herët, njeriu të mbështetet në për tyrbe, në për varreza, në për ato gjëra të cilat janë të vdekura. Edhe kush mund që t'i falë mëkatet përveç të madhit Allah dhul Gjelal. Me rastin e shprehjes së duas është mirë që të respektohen dhe disa rregulla. Duaja është mirë që të bëhet me abdes, që të kthehemi nga kiblja duke i ngritur duart dhe gjithmonë duaja që të filloj me eudhu billah bismillah, me falënderim ndaj të madhit Allah dhul Gjelal dhe me përshëndetje ndaj pejgamberit alayhis salam. Qëndrimi ndaj duas duhet që të jetë dinjitos, me respekt dhe për ulësi, dhe duaja të bëhet me zot ult. Thot i madhi Allah dhul Gjelal në Kur'an, lutuni Zotit tuaj me respekt dhe me heshtje. Allahu dhul Gjelal në Kur'an thot Bismillahirrahmanirrahim, dhikru rahmeti rabbika abdehu Zakaria idh nada rabbehu nidaan khafija. Ky është përkujtim mëshirës së Zotit tënd për Zakarian, kur ju lut Zotit të vet me një zë të ulët. Ndërsa pejgamberi alayhis salam, kur i ka dëgjuar disa duke u lutur
dhe duke kënduar tekbire me zë të lartë, ju kishte thënë, ç'keni kështu, ju nuk jeni duke thirrur, nuk jeni duke e lutur atë që është i shurdhër, por atë që të gjitha i dëgjon dhe është afër. Ai është me ju kudo që të jeni. Andaj njeriu kur të bëjë dua duhet që të jetë modest dhe duan e tij ta drejtoje me heshtje, me qetësi, mirë po gjithmonë duke e patur parasysh edhe faktet dhe argumentet cilat i paraqitëm më herët, me zemër të lidhur tek i madhi Allah Dhul Xhelal. Sado që njeriu të jetë i vendosur dhe t'i kryejë obligimet fetare, nuk guxon ta ndijë veten të sigurt dhe të panevojshëm që t'i lutet të madhit Zot për falje dhe për shpëtim. Gjithashtu, sado që njeriu të jetë i dobët në besimin e tij dhe të jetë mëkatar, nuk guxon që ta humbas shpresën në mëshirën e të madhit Zot e të mos i lutet atij për falje dhe për shpëtim. Nuk ka njeri të pagabueshëm dhe pa tmeta, mirë po kur gabon dhe bën vepër të keqe, duhet që të pendohet dhe të kërkoj falje tek i madhi Allah Dhul Xhelal. Thot pejgamberi alayhis salam në hadith, duaja është palca e ibadetit. Duaja është palca e adhurimit. Sa armë të mira janë për besimtarin duaja, lutja dhe sabri, durimi. Për Zotin, unë i lutem Zotit për falje dhe pendohem tek ai më tepër se 70 herë në ditë. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, çdo besimtar që i lutet Zotit për ndonjë dëshirë, në të cilën nuk ka mëkate ose ndërprerje të marrëdhënieve në farefis, Zoti do t'i jap njërin prej këtyre 3 gjërave. Do t'ia plotësoj atë dëshirë, apo do t'ia deponoj shpërblimin për jetën e ardhshme, ose do t'a mbroj prej një fatkeqësie të ngjashme me ta. Duaja ka bazë në Kur'an, duaja ka bazë në hadithet e pejgamberit alayhis salam. Allahu Azza wa Jall i ka porositur njerëzit në shumë ajete në Kur'an se si duhet që t'i luten atij për mbrojtje, për shpëtimin, për faljen e mëkateve, duke ju premtuar se do t'ju përgjigjet lutjeve dhe duave të tyre. Allahu Azza wa Jall në Kur'an na mëson se si të lutemi dhe pikrisht kështu e mësoi Ademin alayhis salam duke thënë Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Qala Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ata të dy thanë, o Zoti ynë, ne i bëm të pa drejt, i dëmtuam veten tonë, në qoftë se nuk na fal dhe nuk na mëshiron, me siguri do të jemi prej të shkatruarve. Po ashtu i madhi Allah Dhul Xhelal e mëson pejgamberin alayhis salam në Kur'an se si duhet që të luten besimtarët duke thënë Bismillahirrahmanirrahim, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. E kur robërit e mi të pyesin për mua, unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet. Pra për të qenë ata drejt të udhëzuar, le të më përgjigjen ata mua dhe le të më besojnë mua. Rabbana afrigh alejna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin. Zoti ynë, na dhuro durim, na i përforco këmbët tona dhe na ndihmo kundër pa besimtarve. Rabbana alejke tawakkalna wa ilejke anabna wa ilejke al-masir. Zoti ynë, vetëm ty të jemi mbështetur dhe vetëm te ti jemi të kthyer dhe vetëm te ti është e ardhmja e jonë. Rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhta'na. Zoti ynë, mos na dëno nëse harrojmë ose gabojmë. Rabbana wala tahmil alejna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Zoti ynë, mos na ngarko neve me bartë rënd, siç i ngarkove ata që ishin përpara nesh.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانsurna على القوم الكافرين. Zoti ynë, mos na ngarko me atë për të cilën ne nuk kemi fuqi. Na i shlyej mëkatet, na i mbulo të këqijat, na mëshiro, ti je mbrojtësi ynë, na ndihmo kundër popullit pa besimtar. Rabbana afrigh alejna sabran wa tawaffana muslimin. Zoti ynë, na dhuro durim dhe na bëj të vdesim musliman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Zoti ynë, na jep të mira në këtë jetë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit të xhehenamit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.